pse s'pi mil flëkt. Se mu më kanë rohë shumë herët në 19 vjetë. Frizurën e interesante. Po, unë se kam kompleks, unë rreth, në realiteti nuk e kam rreth në ashtu që me thonë duhet mi pos gjithë qysh flëk perfekt, ose duhet me konë shumë në vi krejt mi pos. Se ta shumë po qaq normal që në fillim o konë shumë e qëdiqme për njerës qysh pi mil flëk për hinë operacion, burri me bone operacion. Ta shumë po qaq normal që thujmë pse s'po hinë. E ju si përpora qysh. Është tepër paradoksale që na shprehjen më të famshme dhe më të përdorur kemi shëndetin mbi të gjitha. Anonën tjetër investojmë krejt kohën pamjen e jashtme. Derisa kështu e pa bacin tullun e rahat kom kryq, kështu e menu veten që për 1 orë debat prej vitesh, thohet kjo ka me shkret, sepse unë qështu duke ma mirë. Kështu që praktikisht na krejt në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme investojmë që me u duk bukur, korrekt dhe mirë, por do të kishte qenë shumë mirë, etike fillimisht për veten dhe më pas edhe për atë që reflektojmë dhe rezonojmë, që mos me i te i kalu limitet, që fillimisht vërtet me e fuqizu në gjitha aspektet shprehjen shëndetin mbi të gjitha, me u kontrollu, me i bot gjitha analizat që duhet dhe më pas me shku te bukuria e te detajet, edhe jo me shku te bukuria iluzionare, ajo që e kemi në mendje në imagjinat, po te bukuria korrektuse.